China, I'm here. Tending the panda. I love China. Hello, I am Gilda from Albania. I am a director of analysis risk in Ministry of Infrastructure and Energy. And Panda, I'm coming to you now. Nga një perspektivë globale, humbja e biodiversitetit të tokës po përshpejtohet në mënyrë alarmante, me një ulje të dukshme të madhësisë mesatare të kafshëve të egra të monitoruara. Pandat e mëdhenj që jetojnë në Kinë janë në fat, pasi mbrojtja e tyre përfaqëson një kartvizit të shëndritshme të Kinës në ruajtjen e biodiversitetit, si dhe një shembull të suksesshëm global në mbrojtjen e specieve të kërcënuara. Si ja dolën kinezët të ndryshojnë statusin e pandës së madhe nga një specie kërcënuar në një specie të ndjeshme? Kjo është përgjigja që erdha ta kërkoj në Sichuan, Kin. Tomorrow we will go to the Wollo base to get close to the panda and serve it like an assistant of the experts. Kur numri një specie është i ulur dhe veçoritë e tij biologjike pengojnë çiftëzimin natyror, është shumë e nevojshme të zmadhohet popullata përmes shumëzimit artificial, e më pas të trajnohen për të kthyer në natyrë. Kjo është rruga e mbrojtjes së pandës së madhe. Si një adhuruese e vërtetë e ushqimit, pyetja ime e parë ishte: çfarë han pandat? I'm now to the giant Kanda kitchen and I'm looking forward to meet my friend, Mr. He. Hello, Mr. He. How are you? How are you? 咱们先进来吧。 Thank you. Thank you. 咱们今天做一个这个窝头，咱们先把衣服穿上。 Mbrojtësit kinesë të kafshëve zbuluan se pandat e mëdhenj janë vërtet të pangopur dhe niveli ushqimor ndikon drejt për drejt në gatishmërinë e tyre për të shumëzuar. Prandaj, ushqimi i mirë për ta është jetik. What wow? Buk me majdanoz. Është një ushqim i veçantë i krijuar posaçërisht për këto krijesa të rralla. 主要粮食是由玉米、黄豆、大米有粉碎之后，加上那个钙和鸡蛋、棉花、白糖之类的，咱们就搅和在一起。 Këtë përbërës e sigurojnë atyre vitamina të bollshme. Përveç kësaj, nutricionistët ushtojnë elemente ushqimor dhe përbërës specifik pandave që kanë nevojë për më shumë përkujdesje, duke përmirësuar shijen dhe vlerat ushqyese. 那我给你示范一下那个窝头，然后你再做。我们先取大概700到800克的料，然后用手就这样搓一搓，揉一揉，这种把它搓成圆柱形的。就大概是这样子，可以了啊。 Good. Very, very good. 下面你想试一下吗？ Need it more? 差不多够了。 It's okay? 可以可以，压紧压实啊。 You are make it good, but I make it with heart. 咱们现在是一个标准的窝头，还有咱们这个推了做的这个爱心。 I'm only make it with my heart. Hello. Ni hao. How are you? How are you? Welcome. Thank you very much. Thank you. 谢谢，谢谢。窝窝头是熊猫的这个金饲料，我们也叫辅料。那下午的话，我们就要为熊猫准备它的这个主食，就要为它拴一下这个竹子，可能就要考验我们的体力了。Are you okay? Yes. Thank you. Thank you. Lirong ishte e vetme kujdestare femër që takova. Ajo ishte e butë dhe shumë e mirësjellshme. Ajo më udhëhoqi në një punë fizike të vështirë. 然后我给你示范一下。好 Okay. Only one. Only one. Me që pandat mund të tresin vetëm 17% të bëmbus, ato kalojnë mbi 10 orë në ditë duke ngrënë.
Lirong, zgjodhi me kujdes llojet e bambus bazuar në pjekurinë dhe në forcinë e tyre. 尽量这只手拿着底端哈，另一只手这样，然后稍微蹲一下，便于我们用力哈。然后这个就是要体力啦。哇！然后换一头，然后这边摔破了，换一头。嘿 She is a strong girl. 这样 Why you break it that? 这样就 For 好 the 了。 teeth? 我们的熊猫牙齿磨损比较厉害，所以为了尽量的避免它的这个牙齿磨损，所以我们尽量的给它摔碎。 May I do it one? 哎，对，好，来，你来试试，来试试，选一根小一点的吧， It's a big one. 小心一点哦。 Yes. Wow. It's heavy. 使劲，还是有点难度的啊。 Yes. Because 累不累？ need it to take a breath. Si të ushqejnë dhe të flenë mirë pandat në fazat të ndryshme të rritjes së tyre. Kujdesi është sa i ndërlikuar, po aq dhe i vazhdueshëm. Për bashkëpunimi midis njeriut dhe kafshëve, po shkruan një histori të përbashkët që i tekalon kufit e specieve. 保护我们大熊猫这样一个行为呢，不仅仅只是保护这一物种，更多的就是保护我们的这个自然环境，共同来守护我们这个地球家园。 Pas shumë viteve përpjekje, Kina ka rritur numrin e pandave të mëdhenj në kafaz, nga disa në më shumë se 700 panda. Shumë prej të vegjëlve, të shumëzuar artificialisht, kanë trup të shëndetshëm dhe po trajtohen për të kthyer në natyrë. Keep relaxed. Take it some seconds your breath. And after that, breathe out with the mouth. Ndryshimet në lartësi mbi nivelin e detit i japin këtij vendi një ritëm ekologjik të pasur, nga pyjet në gjethe deri te pyjet e kurzera alor. Diversiteti natyror na çon në thellësinë e zonave të trajnimit në natyrë. Në stacionin e punës, Kui Zhigo, kujdestari i trajnimit në natyrë, po përgatiste ushqimin. Pak më vonë, ai do të më çojë të takoj pandat në trajnim. Ndërsa unë do më duhet të transformohem në një panda, duke veshur dhe duke fshehur çdo gjurmë njerëzore. 我们穿伪装服的目的是为了防止熊猫妈妈的幼崽然后见到人，这样会影响它野化培训的效果。 Like a small panda, little one. Thelbi i trajnimit në natyrë është të reduktohet kontakti të vegjëlve me njerëzit, që nga fillimi kujdestarët veshin kostume të cilat ngjajnë si njerëz panda, madje ata përdorin dhe urinë dhe jashqitje të pandës për të fshehur erën njerëzore. We prepared the food for panda. I'm prepared now. 你拿这个吧。 Yeah, I'm taking that. 好吧。 Let's go. Wow, it's so difficult that road. But it's so difficult for me because there are no stairs. Kjo zonë trajnimi është rreth 1 km², me lartësi që fillon nga 2450 deri në 3100 metra, e rrethuar me rrua dhe me bambu të shumt, kushte që plotësojnë kërkesat jetike të përshtatjes së pandave. 就是在这个区域，我们围栏里边这个区域，它是可以自由传说的。 We need to climb or we Go go。 go. Let's go. Hui dhe të vegjëlit e saj 10 muajsh po trajnohen në modalitetin prindrit me të vegjëlit.
Në maj ata u transferuan në malin Tan Thai për fazën e dytë të trajnimit për kthim në natyrë. 我们只会给妈妈投喂食物，熊猫幼崽是我们野化培训的对象，我们不会给它投任何的人工食物，它只会采食妈妈的乳液，然后采食嫩的竹笋。 Take a direction of pandas, where pandas are, Yes, yes. and you can hear Yes. with that. 从我们监测的信号上来解释的话，它的幼崽在这个正下方，估计有个5到60米，然后它的妈妈在那上边，估计也差不多有个60米左右，然后我们得到上边去叫它。 Pandave u veshin një app GPS me transmetues radio, duke lejuar kujdestarët të monitorojnë vendodhjen e tyre në kohë reale. Ndërkaq, unë humba plotësisht orientimin midis maleve. 累得不行。快了，快到了，没多远。 灰灰来。 Here comes the panda. Coming. Wow. It's so beautiful. Oh, you look so beautiful. You are lovely, so cute. You take it with 2 hands, the apple. You are lovely, so cute. It's a favorite cake. 过来，切，来，这边，过来。 May I feed the pandas? 然后熊猫的咬合力还是挺强的，得饲养员有一定的专业技术才能去实现这个爱心饲喂。因为你如果是其他人来喂的话，怕它挠着你、抓着你、伤着你。 And now he knows that I'm a strange person. That it's another one here with him. 但是它看见我在，它就会放下那种警惕。 Përmes trajnimit të sjelljeve, gradualisht ndërtohet besimi midis njeriu dhe pandave. Ky komunikim dhe bashkëpunim ndër speciesh është një lidhje e thellë për vazhdimsinë e jetës. Yes, he knows. You see. 他妈妈都教会他了，然后怎么躲避危险，然后怎么采食，该采食哪种竹子。 They are very smart how to survive and another habits in nature. Trajnimi në natyrë është një dialog pasionant midis natyrës dhe jetës. Kina ka kthyer me sukses në natyrë shumë panda të mëdhenj të shumëzuar në kafaz, duke fuqizuar popullata të vogla. Nëpërmjet përpjekjeve të Kinës për të mbrojtur biodiversitetin, përveç pandave, numri i shumë kafshëve të egra po rritet në mënyrë të qëndrueshme. Ata kanë mbrojtur efektivisht 90% të ekosistemeve toksore dhe 74% të specieve të fokusuara ose të quajtura të egra, duke zgjeruar kështu mbrojtjen në më shumë se 2600 specie. Kinezët e kuptojnë qartë se biodiversiteti është baza e mbijetesës dhe e zhvillimit njeriu. Respekti, përshtatja dhe mbrojtja e natyrës praktikojnë një koherencë harmonike midis njeriut dhe natyrës. Kjo ishte përgjigjja që gjeta në Kinë.